Qeveria Kurti për vitin 2023 ka nda prap 2 milion euro. Mirë po, kjo shumë nuk është shfrytzuar fare nga Këshilli Nacional Shqiptar. Po del të jetë se ato mjete nuk janë të interesuar që të shkojnë tek qytetarët, por të shkojnë në duart e disa militantëve të një partie politike. Janë keq përdor një shumë marramendsje diku mbi 1.2 milion euro. Kështu të më thonë të shpik, të po mediat fjale pa fjal, arritën që filmat më ndërprejtën Serbi. Fondi ka pas disa revidime, pra krijetari I tij para prak që ka qenë Shqipëri Marifi, ka bu kallëzim penal edhe në prokurorinë e Kosovës. Por është pothuajse pamundur me i gjurmu fondet të cilat Republika e Serbisë investon në Republikën e Kosovës.